Nuk shkon kështu, nuk shkon. Ju përshëndes gjithëve, ndodhem pranë në fshatin Darush. Para një javë është shtruar asfalti elektoral, për shkak se asfalti nuk është cilësor dhe kanë hedhur shumë pak centimetra. Shikoj pak këto janë plasëritë e para. Për një javë shikoj se është bërë rrugë. Imagjino me rashi ose me pas makina tonazhi dronë, prandaj duhet shtruar me përgjegjësi rrugën. Jo vetëm fushat elektorale, jo vetëm për me I marrë votat qytetarëve. Unë kam qenë pro asfaltit elektoral, por një asfalti cilësor. Kjo rrugë është shtruar së fundmi, vetëm për zgjedhjet. Ne do ta shikojmë tani, unë kam 1 metër në dorë. Shikoni, dhe do ta masim në disa pika të saj asfalti që të jemi transparent me njerëzit. Asfalti elektoral ka shku nga 1 deri në 2 deri në 3 cm. 1, 2, 3, si që shikoni dhe vetë. Inxhinierët më thonë që duhet jetë gati deri në 10 cm asfalti që shtrohet